Këtu është horoskopi i shtun 8 mars 2025. Mirë se vini në horoskopi i Fationit. Dashi. Ju duhet të përpiqeni të shëroni disa çështje familjare ose financiare në pritje, pa fajin tuaj. Në dashuri keni të bëni me një person që ju e ludon ose nuk e kupton plotësisht, në fund ju zgjidhni. Demi. Kjo ditë rebele konfirmon faktin se për fat të mirë do të ishit kudo tjetër. A mund të më shpjegoni pse nuk bëni më gjimnastik dhe lëvizje? Binjaket. Mos u mbyllni në vetvete, sot mund të jeni më të hapur ndaj polemikave, me rrezikun e debatit me njerëz që janë gjithsesi të rëndësishëm për ju. Gaforja. Shumë situata, veçanërisht të dashurisë, duhet të menaxhohen me vëmendje dhe pozitivitet. Zgjedhjet tuaja duhet të jenë në shënjestër të mirë dhe të mos diktohen nga iracionaliteti ose frymëzimi i momentit. Luani. Kokëfortësia shpërblen për gjysmë, sot është më mirë të lejoni që disa probleme të ju rrëshqasin. Në këto ditë kush është në çift ankohet për mungesë partneri, dashuritë e reja duhen verifikuar. Virgjeresha. Nëse sapo keni nisur një lidhje, ka mundësi që mund ta lini veten me shumë pasion, por kujdes, nuk jeni të sigurt që dashuria është e përjetshme. Peshorja. Nëse tani e tutje takoni njerëz të rinj ose ka një miqësi që ju intereson, vazhdoni, mos e humbisni nga sy. Për fat të mirë, gjithmonë arrini të mbani një qëndrim të ekuilibruar me të gjithë. Akrepi. Kur ndjen një shqetësim të fortë, kjo do të thotë që jeta e përditshme duhet të ndryshojë. Edhe një herë pak kujdes me paratë, padyshim që shumë prej tyre kanë dalë së fundmi. Shigjetari. Dita e rimëkëmbjes, një ndjenjë lind në këto ditë. Gëzime të vogla familjare ose personale. Bricjapi. Shumë nga takimet që beqarët do të kenë në këtë periudhë do të lulëzojnë në dashuritë e mëdha, do të bëhen pasione. Ka vullnet të mirë dhe aftësi për veprim. Ujori. Fuqitë janë të shumtë, por sot jeni të padurueshëm, ka të ngjarë që dikush do ta gjejë veten duke debatuar në familje. Ditë me shumë tension. Peshqit. Dashuri e mire. Sot ekziston një vitalitet dhe dëshirë e madhe për të bërë. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet. Ditën e mire.